Dhe ka njerëz të cilët punojnë ditë e natë që të përhapet sa më shumë fjala e Allahut. Alhamdulillah. Ndoshta Allahu që të përfshi edhe ty aty muna ajetin kuranor ku Allahu xhallahu shanuhu thotë وهو الذي أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحات وقال إنني من المسلمين. Dhe kush është i mirë se ai i cili e thret në rrugën e Allahut, bën vepra të mira dhe thot un jam prej muslimanëve. Vëllai dashur Arber, nëse ke mundësi tash të qasemi pak temës të cilën e titulluam pak më herët këshilla të përgjithshme islame. Mikrofoni për ju, i falenderoj. Allah shpërblet me të mirat e tij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. Allahun e falenderojmë kurse prej tij paqja dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë. Këtë rrugë e cila është rrugë gjatë, por rrugë drejt, siç e përmend Allahu në Kur'an, siratal mustaqim, rrugë drejt. Dhe besimtarë të ndershëm dëgjues të Radio Jeta Islame në qendrën Londër, me të vërtetë pra tema jone sotme do të jetë në përgjithësi disa këshilla islame. Dhe këshilla ime e parë që hapa, kush e kuptoi hadithin fillim, ishte se la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk keni besu, vallahi nuk keni besu, bëri me gisht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O musliman, nuk keni besu përderisa nuk doni për vllahën e juaj atë që doni edhe ju për veten e juaj. E donitini më të mirë? E donë ti një mollë të mirë, e donë ti një gjatë mirë, edhe vllajit të donë ato. Duhet me mendu për ta. Prandaj vëllezër nderuar, nuk kemi arritur mësinë e imanit derisa nuk dom për vllahun ton që ai me kon mirë. Si me kon mirë? Edhe ai me pas ku dhe mi kry. Edhe ai me pas një faridarje, do me thonë një farmesatore të jetesës. Edhe ai me koni shkollum, edhe ai me koni zhvillum në shoqëri dhe me punum për dinin e Allahut. Kur ne shohim dikon që është duke udhëzu, na do të më shku me ndihmu, mja dhon dorën, jo me shty ma shumë dhe me rëzurë ma keq. Pastaj Allahu thanë Kur'anin e tij mjaft qartë, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pra, besimtarët po thotë janë vëllezër. Dhe ky Kur'an unë sa herë kam thënë dhe do ta them me disa qindra herë, ndoshta në formë satire, edhe pse ky Kur'an është për gjithë popujt, dhe gjitha civilizimet, dhe gjitha etnitë, ky Kur'an nuk është për shkijetën e vëkozit, por është për muslimanët, por është për besimtarët, për ata të cilët e ndjekin këtë rrugë fisnike, është për mbar njerëzimin, sepse Allahu thotë në Kur'an, ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O ju njerëz, adhuroni e Zotin tuaj, ai i cili u krijoi ju dhe ata të cilët ishin para jush, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kështu që të arrini devotshmërinë tek Allahu. E devotshmëria nuk është në majë gjuhës, qile wa qale, thashën the. Po devotshmëria është, siç ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, التقوى ها هنا bani me shaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka zemra. Dhe tha takvallaku, devotshmëria është këtu, pra nga zemra, në drejtim zemrë. Si se ki këtu, se ki kurku. Nuk keni besu derisa nuk jepni më të dhimbshmen. Ku është ky Islam?
Për kënd është ky, për kënd janë këto ajete kuranore. A janë për muslimanët apo për kënd janë? Jep në përgjigjen, që nga ky moment e duam përgjigjen. Sa pej nesh hecin me ajetin kuranor që thot Allahu hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Ky Kur'an është udhëzim për bamirësit. E çfarë është bamirësia? Kap në fjalorin e gjuhës shqipe, kap në edhe fjalorin e gjuhës arabe muttaqin, muhsin, çka do të thonë? Kap në edhe fjalorin e gjuhës shqipe edhe studioni, çka do të thonë bamirës, me kanë bamirës? Bamirës është çka? Me dhanë për Allah, me kontribu për Allah, me kontribu për nevojsharin, me kontribu për të varfrin, me kontribu për ata të cilin është mjetën rrugë, ibn sabil, me kontribu për jetimin, për fukaran, për miskinin, për nxënësin, për studentin rrugën e diturisë, me kontribu për njëri tjetrin. Ai që ka fare, ai që ka dhënë Allahu rrezik, ai do të më dhënë sadak të studenti, të nxënësi, të varfri, të vonjaku, të jetimi, të miskini, të ai që është në rrugë. Të gjitha këto janë rregulla dhe këshilla që na ka mësuar i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ne duhet të ndihmojmë vëllezërit tanë në dinë të Allahit që binë sejdë Allahit dhe falin namazin me ne bashkërisht. Duhet t'ja japim dorën njëri tjetrit, jo me polemika, jo me mëri dhe hasmëri me njëri tjetrin, jo me hased. Jo me hased, sepse hasedi vëllezër, pra zilia që është gjuhën shqipe, zilia ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i djeg punët e mira si zjarri drut. Dhe andaj besimtarët e nderuar, kjo fe e dashur islame thirr në humanizëm, në bamirësi dhe jo në përçarje dhe në armiqësinë me një tjetrin. Pra thirr pra në tolerancë ndaj tjetrit, thirr në afërsi dhe unitet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: El muslimu lil muslim kel bunyan. Muslimani për muslimanin pra duhet të jenë si shtyllë, duhet të jenë të pandar me njëri tjetrin dhe duhet të ndihmojnë njëri tjetrit, t'ia japin, t'ia zgjapin dorën njëri tjetrit, jo vetëm me fjalë, por me vepra. Sepse Allah po na tregon se me vepra demonstrojnë adhurimi, edhe me vepra, por edhe me fjalë, por edhe me vepra, me gjymtyr, me zemër, me veprime. Të gjitha këto bëhen bashkërisht dhe arrihet pra imanu billah, besimi në Allahun te bareke ve taala amma yushrikun. Dhe pra besimtar nderuar, nga të gjitha këto ne marrim mësim. Unë kam shkruar një temë në librin tim Islami dhe ideologjia për djelmoshat e shpellës, ashabul kehfi. Si thot Allahu në Kur'an, inna ashabal kehfi war-rakim kanu min ayatina. Me të vërtet, djelmoshat e shpellës janë prej shenjave tona. Janë prej shenjave treguesve, emëruesve, indikatorë tregues se ata kanë bën një gjë shumë madhështore. Cila ko ka një gjë? Të jesh i pasur, të jesh senator, të jesh i shkallës patric që kanë qenë romak, pra atëherë për shkalla më e lartë, sepse patric kanë qenë shtrese civilizuar dhe qytetruar dhe kanë pas pasuri të mëdha, kurse plebejt erdhën më vonë në shoqërinë romake, kush e njeh drejtën romake. Kur erdhën ata, çka ndodhi? Pra ata ishin si do thotë teknik si quhen muhaxher. Dhe kur erdhën pra këta i gjetën patric. Patricët ishin shumë të pasur. Dhe këta ashabul kefi i takonin shtresës së pasur. Ta ishin senatorë, kishin para, kishin pasuri, kishin familje, kishin gjanat më të mira i kishte dhëruar Allahu. Tonat mira t'ia dha Allahu, po çka bën? Romakt, perandorët romakt asaj kohe, pa adhurojnë Jupiterin, pa adhurojnë Marsin, Afroditën, idhuj, tagut pa adhurojnë. Edhe këta çka bën? Këta vendosen për hir të Allahit me bën hijret dhe me shku mu myll atje në maje, në thera, në gur, në shpella, me hi mrena, dhe me në shenjë kundërshtuese, revoltuese, ndaj sistemit perandorak romak, që ne nuk pajtohemi me shirkun që i bën ju Zotit.
sepse ata kanë qenë pra unitarian, kanë adhuru vetëm një Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ata kanë adhuru vetëm Allahun për që plot, askën tjetër për vështirë. Dhe nuk I kanë bo ata shok Allahut, sepse inna shirke la dhulmun adhim, pra shirku është zullum I madh, padrejtësi e madhe, se nuk e falë Allah. Dhe Allahu na udhëron dhe thot: "O abudullah wa la tushriku bihi shay'an." Adhuroni Allahun, mos I bëni asgjë ortakëri, shok, rival. Pra Zoti ynë, Allahu ynë, krijuesi ynë, na udhëron që të besojmë një, vetëm një atë, pra të adhurojmë. Ju e dini shumë mirë ajetin Allah që thot, Surja Dharija 56, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Unë nuk I kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër, vetëse çka? Të më bëjnë ibadet mua, të më adhurojnë mua, me një adhurim çfarë? Mukhlis, të sinqert. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Pra ata nuk janë të urdhëruar për tjetër vetëm të adhurojnë Allahun xhalla shanu me një adhurim të sinqert. Dhe ata të cilët janë në gjinohen, duhet të pendohen, të kthehen Allahu te bareke ve taala me një taubatun nasuha, pra me një pendim të sinqert. Dhe kjo feje jonë e dashur islame është plot rregulla, plot mësime, edhe në komunikacion qysh njeri me hec. Mos me kalu shpejtësia për 1040, për 1060, për 1100. Kur shkun tabla 40, heci me 100, bon aksident, shumë dietarë islam kanë thënë që ky njeri gjasa teorike I ka më shku në xhenem, se konsiderohet si një vetvrasje. Sepse tablat aty që ja ka shkruar sinjalistika rrugore thot 40 km/h, ti nuk guxon me hec me shpejtësi me kalu 40 ose me kon shumë edhe ma ujtë se 40. Pra është pikëryqe që është e këtij njeriu që shkel rregullat e njerëzve që janë shumë thjeshta, duken shumë thjeshta, por kanë shumë peshë. E lemo me shkel rregullat e Allahut te bareke ve taala, inna bil hukme illa lillah. Gjykimi ta kam Allahut. E lemo me shkel këto rregulla që I ka bën Allahu. Çfarë do të pasojë për ne? Çfarë do të na godasin ne? Nëse ne shkelim ligjet Allahut, dënim adhabun shadid, dënim I dhëmshëm, katastrofik, dënim I llahtarshëm I anës Allahut për 7 qiell, I pafalshëm. Dhe ky Allah subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen dhe na thot: "Efala taqilun." A nuk po mendoni? Efala tubsirun. A nuk po I shikoni argumentet e mia? Afalam yasiru fil ard fa kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum. Thot Allahu në Kur'anin e Tij, a nuk keni hec në tokën time me I pa përfundimin aty në mizorëve më parshëm dhe atyne që kanë qenë përpara jush, se si ne kemi dënu? Më besoni vëllezër të nderuar, të jeni të garantuar që po ja u them një gjë që nga ky moment dhe mos e harroni, mbajeni mend mirë. Kam gërmu para ka 2 vite, 2008-2009, kam qenë një ekspeditë arkeologjike për me marrë mësim nga civilizimet e mëhershme. Kam gjetë trupa, bashkëpunim me arkeolog kur kem gërmu, kam gjetë trupa para 2000 vjete, I kish palu Allahu me lavë vulkanike dhe ishin me në tokë, të ngrim, dhe kur kemi pastru, ja u kemi gjetë eshna, të ngrim edhe të pa lvizun dhe të pa shpërndam, edhe pse nuk kishin pas vetëm tabutin, vetëm drejt trupi tyre që ndromke, si shembull dhe argument për njerëzit ku ta gjojnë ato dhe ku t'i gjojnë ato eshna për mi dhon atyre mësim. Se do të vjen momenti që keni me dalë para Allah, do të vjen momenti që do ta përzoni trupin dhe shpirtin tuaj dhe do të ktheheni tek Allah për çiplot. Andaj o njerëz, e shikoni sa shpejt eci ora. Hynë ndikon në orën 20:15, tash gati ora edhe 29, do thotë shpejt gjysmë ore kaloi, gati gjysmë ore e mos më shumë. Dhe koha po hec shpejt, dhe ty nuk po të vet. Ja, s'ka shans me të vet, sepse ti ke obligime. Në momentin që ti bjen me fjet me bismillah, Allahu akbar në krahun e djathtë, dhe I mshil syt, dhe më mëngjes I hap syt nëse ka baja me Allahu,
Çdo moment që ti mbyll syt, Allahu po të kujton ty, se do të vjen një moment që do t'i mbyllësh syt një herë për gjithmonë dhe do të dalësh para Allahut Azza wa Jall. Do të dalësh, do të japësh llogari për çdo gjë. Andaj, o njeri, o insan që ka përmend Allahu në surën Insan, khalaqal insan, o insan që të ka kriju Allahu. Dhe ka një surë që është në surën Insan, bëhu insan. Bëhu insan. Je shtaz. Jo më zi se shtaza. Hec në rrugën e moralit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Hec në rrugën e siddiqinëve, shuhedave, hec rrugën e diturisë, hec rrugën e moralit një të kohë. Dhe pa dyshim që Allahu do të marrë mëshirën e tij, sepse mëshira e Allahut fuqiplot ka te kalu hidrimin e tij. Andaj bëj veprat mira sa të mundesh, që në atë mënyrë që punët e mira do të thotë të bëhen sebeb që Allahu me të mëshiru ty dhe me dalë ti për Allahu të faqebarët, me dalë për Allahu të pastët me vepra të mira, por me vepra të sinqerta, jo me vepra me i ba që me të pa njerëzit, jo me vepra me i ba që mu shtirë pra njerëzve, por me vepra të sinqerta me stella Allahut, sepse namazi yt është lidhje me stella Allahut. Zekati yt është lidhje me stella Allahut. Agjerimi yt është lidhje me stella Allahut. Haxhi yt është lidhje me stella Allahut. Shahadeti, dhikrullah, çdo gjë që i bën është lidhje me stella Allahut. S'ka njerëzit, s'ka. Ti po mundohesh me ia bë qefin njerëzve dhe pe hidron krijuesin a? Ti po hidron krijuesin me ia bë qefin njerëta. Naudhu billahi min hadha. Allah na lëroj për kësaj. Dhe Allahu po thot në Kur'an e tij, famlar do ta them dhe do ta them. Thot Allahu në Kur'anin e tij, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu atiyullah. Bindjuni Allahut. Atiyullah. Bindjuni Allahut. Nuk po thot më bind Gauda Mabuls, Hitlerit, Enverit, e tjerit, nuk po thot më bind ati, po thot atiyullah. Bindjuni Allahut. S'ka pështim tjetër, tuflihu, kemi me pështu Allahi. Bindjuni Allahit. Hesni çka thot Kur'ani, fjala e Allahut, çka thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili kur nuk fol për vetes tij, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol në hava, në qiell përpjet, por fol vetëm për asaj që Allahu i ka tregu, frymzuar, inspiruar me shpallje me vahy, dhe kur nuk do të dështoni, kapuni me dhëmball, jo me dhëmb, për litarin e fesë Allahut, tuflihu, keni me pështua besimtarët. Dhe besimtarët të ndeshëm, të jeni të bindur plotësisht, se ku t'i bindeni Allahut, të respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, të esni në bazë të mësimeve kuranore, të esni në bazë të mësimeve kuranore, kur nuk keni me dështu, dhe platforma ka me qenë sigurt, mësimet e sigurta, operacioni i sigurt, objektivi i qelluar, dhe çdo gjë do të jetë në hapin dhe në vendin e duhur. Pa marrë parasysh zhvillimet kohore, teknikat, ndryshimi i teknikës, apo ndryshimi i kohës, apo ndryshimi evolutiv i këtyre proceseve teknologjike, apo mentale, integrimet e ndryshme, të gjitha arrihen kur ne punojmë me fjalën e Allahut Tebareke ve Teala. Andaj besimtarët të nderuar, kësaj do njohë një ditë do të gjenë fundi, dhe të marrë fund, se kur, wallahu ta'ala a'lam.